Protesta e minatorëve ka vazhduar edhe këtë të mërkurë në Bulqiz në ditën e tretë ku rreth 600 punonjës janë shprehur të vendosur deri në realizimin e kërkesave të tyre. Këto të fundit përfshin rritjen e pagës dhe heqjen e detyrimit për punë në ditën e shtunë. Ata kanë paralajmëruar se nëse kërkesat e tyre nuk plotësohen, protesta do të përshkallëzohet dhe mund të kalojë në grevurie. Nuk ka 5 ditë, protestojmë për ngritje pagë 30%. Protestojmë ka 3 ditë, domethënë kemi bërë kërkesë për rishikimin e pagave, të ngrihen pak pagat. Dhe ashtu ne diela këto do të ndashtojnë që është të majtuar punë, kontratë punës që ne nuk jemi dakord domethënë që shtohet se puna është e lodhshme. Kërkojmë plotësimin e kushteve, nuk e di që më jalë, unë kom qenë Tiranë, në gjeku më rresht. Po, tu nuk ka kush u prej për para, tu e bo gref politike gjithmonë, sa greva në bëmë Bulqiz. Na kërkojmë status e minatori pa ka shkohë s'na e kanë dhënë, s'na e hapin. S'u ka ngel problem, nuk e dim, s'u japin hap. Kompania nga ana e saj ka shprehur dëshirën për të hyrë në bisedime, por sipas saj, për momentin është e pamundur të realizohet një rritje pagash. Gjatë kësaj të mërkure, ka pasur prani të forcave të policisë së Bulqizës që kanë monitoruar protestën.